që nisin e mbaron. Po kjo është histori e një sage tjetër. Kjo histori e prek secilin nga ju. I prek edhe ata atje. Kjo është historia që kur nuk mbaron. Drive Me Crazy në Klam Radio dhe KTV. Përshëndetje për krejt dëgjuesit tanë, përshëndetje për krejt ata që më na shikojnë edhe përmes Koavizionit. Është ditë e premte, e premtja e fundit e vitit 2025, pak emocione, pak nuk e dini vandjenje për zier kështu. Por si do që tjetë jemi të lumtur që jemi prapë bashkë, jam e lumtur që jemi mirë, jemi shëndosh, po komunikojmë çdo ditë, edhe uroj që edhe kështu me vazhdu edhe viti 2026. Edhe sot e kena një tjetër temë, po paraprakisht e prezantoj kolegun tim më të ri, Arsim Limani, që jam shumë e lumtur që kam pjesë këtu të punës time e të më tha ma herët që kur nuk e shprej lumturin që jemi kolega ne e krej, thash që publikisht ja shprej lumturin. Qysh e kam? Falimit po, qysh e kam? Pa i thonë stot. Jo, normal. Apo kupton? Tani kur po të s'ka lidhje. E marr urdhrin edhe zbatoj. Përshëndetje për juve që jeni në komunikacion këto momente edhe po shihni pjesë ngarkuara nga ky moment. Numri është i hapur 04998 aty ku mundni me dërgu foto me na tregu për pjesë më të ngarkuara. E njëjti numër ju pret edhe me telefonatat për ditën e sotme. Po shpresojmë që keni pas ditën shumë të mirë dhe të suksesshme, po të premtën e fundit të vitit. Përndryshe ju presim me na tregu se cila ka qenë fjala më e dëgjuar e vitit 2025. Cilën fjalë keni dëgjuar më shumë ti këtu kohët e fundit ose tan vitin, se kohët e fundit. Tan vitin, cilën fjalë keni dëgjuar më shumë ti? Cila është ajo fjalë që kena fol javën e kaluar për fjalën e vitit 2025, është shpall. Po du individualisht me ditë. Po kështu, po edhe prindrit e pa fjalën që kanë mundësi me na u përgjigj këtu se është një fjalë që kanë një edhe ata të në vitin nuk e din as çka është, kurkush nuk e din çka është. As ata vetë me din. As ata vetë nuk e din, as interneti s'ka mujt me zbulu, janë disa teori se prej nga ka mujt me ardhë kjo fjalë, po nejse. Po, na personalisht si qytetar të Republikës së Kosovës kena shumë shprehje që kena përdor gjatë krejt vitit, sidomos 7-2 muajt e fundit, sidomos në dhjetor. Krejt vitin. Kështu që të shohim se cilat janë ato fjalë më të shpeshta që kena dëgjuar. Hajde po i presim. Pa kesa me parashtresa e sa. Kjo është kënga e Dafina Zeqirit, përndryshe Dafina dje ka shkëlqyer në koncertin e saj, natën e parë, sot e ka natën e dytë, edhe lum ata që kanë biletat dhe kanë më shkuar me përcjell një super performancë nga Dafina Zeqiri, që ne po e sjellim për juve këtu në 88.6 në Koavizion, përndryshe jemi drejt për drejt edhe në YouTube, koha.net dhe klamradio.fm. Para që po na tregojmë për pjesë më të ngarkuara, por fillimisht duam ju tregoj juve që jeni në përvetura se Petrol Company. Po vazhdojmë ju sjell çmimet më të mira në të gjitha pikat e Petrol Companis, mundemi gjetë çmimet më të mira derivateve, por edhe derivatet më cilësore që bojnë më shumë kilometra. E njëjtën kohë edhe po vazhdojmë me lojën shpërblyese, mos harroni se në rimbushjet makinës që e bënin vlerë më shumë se 10 euro boni pjesë lojës shpërblyese. Shumë shpërblime po i presin te Petrol Company, shpërblimi kryesor është vetura që ka me dhuru Petrol Company. Sa i përket komunikacionit, po na tregojnë se qasja për dekretin i Çaklavicës është pjesë shumë e ngarkuar me Kolon, në drejtim Prishtinës, dalja e autostradës në Vetërnik Kolon shumë e gjatë dhe rruga Agim Ramadani po shihet me Kolon në drejtim për tek Kryqi i Menzës nga komuna, rruga Luan Aladina i ka Kolon në drejtim të rrugës UÇK dhe Anasjeltas deri tek rruga Tirana. Këto janë informatat e para vico për mundësi që kanë arritur në 04998 e ju vazhdojmë e presim edhe tutje informata më na tregu për ato pjesë më të ngarkuara. Ja dhe telefonata e parë. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, Jona, përshëndetje. Edhe një komunikacion. Hajde. Për tranzitit për Izraelit dertit e hapi qashia shumë kolone edhe njëherë prej kusët prej tranzitit. Okej. Prej tranzitit për Izraelit deri te po se unë e niva po. Ja, unë i bona dhe që unë kur gjas pas ke bën 25 minuta mos baj gore, kur gjas so pi tranzitit, a dhe mund kishëm i bë 2 orë. Kush pa ankohet për komunikacion se s'na prezantove?
Mashallah, Sali. Hajde Sali, me emrin mas pari nisë tani me ankesa. Ta dina bile kush panko. Kërkoj falje. Jo, bre Sali ta kam puna. Qysh je për ndryshe përveç kolonës, mirë? Mirë, ju a jeni mirë? Mirë për mrekulli, e kena thonë që tash 10 ditë që i fundit i dhjetori është gjithmonë i ngarkun, kështu që priteni pak me pas ma shumë komunikacion. Sa ken shifrat, 170 sa mi kanë hyrë në Kosovë gjatë ditëve të fundit, diaspora që na ka ardhë. Kështu që Jo, ma shumë Po, kja. që edhe unë ju nuk e marrë. pash Edhe unë ju marrë. po edhe ti je në mesin e Edhe tyre. Po, ju marrë për Gjermani, për Minenit, ju marrë. Vjen mirë. Cila është fjala që i ju ke marrë dëgjuar më shumë ti në 2025 në Sali? 2025. Fjala është shprehja. Po, këtë vit, cila është fjala më shumë që e keni? Fjala është shprehja vetëm Albin. Kështu tjetër. Me që ta e keni? Ky vit shkoj vesh me Albin, nuk di tjetër kush ka qysh tek. Okej. Historia edhe erdhëm në atë bos. Albin. Ndëgjëm, e kena fjallën për fjallën. Kështu që na kurseni me emra se po. Sidomos kur ka të bëjnë me personazhe politike. Çe politik, me thonë është në rregull. Po, ke mujt me thonë që aty te politika ose një më afër që keni nisur. Me të vërtetë emisionin e keni të mirë, nuk keni hiç politik, jo? Shumë mirë, ju kërkoj falje që jina pak në ato tema. Po, veç ju uroj një ditë të mirë, edhe një fundjavë të mirë. Faleminderit gjithashtu Salim. Në politikë sa i përket ai më i mirë i fiton, edhe kalani mirë, ju përshëndet. Le të fitoj më i miri. Hajde të politika, përshëndesim. hiç politik. I kena domethënë edhe çdo ditë e fund vitit që presim për me qenë pak kur është dillën keni me votu. Ka diçka që është përmend shumë shpesh këtë vit, që ka të bëj me politikën, po është diçka që ndoshta edhe tolerohet se e kena përmend këtu. Atë tham bre. Jo më së thuj se kam çka me thonë diçka më interesante se so politika. Kena fol diçka për gishta, për sen. Po. Enza Home po ju pret me super mobilet për juve që doni domethënë me mobilur shtëpinë tuaj, me mobile mrekullueshme, po dhe shumë komode që është shumë e rëndësi. Shkoni tek Enza Home Çaklavis kilometri 60 Tim Ferizajt, Enza Home Kosovë për juve që doni me kërku edhe përmes rrjeteve sociale. Mos harroni me vizitu Enza Home. E ka dhe ata bedding të dysheku në mrekullueshëm që e keni me 10 vite garancion, po dhe e keni me super zbritje. Hajde telefonata, përshëndetje. Përshëndetje tim. Hajde Naser, si kalon? Mirë, faleminderit ju. Mirë, faleminderit Naser. Jo, që i kalu të në kefesa, qyre. Shumë mirë, na kena qenë këtu edhe dje, kena festu zbashku me ju, si çdo fest tjetër që i bjen ditë javës, na jena këtu. Hajde tregona cila është fjala që e ke dëgjuar më së shpeshti vitin 2025. Kjo përzëvjetje në dy aborre. Në shpe e ndëgjej fjallën më shumë të qaj, a jashtë në shpit që të kafe. Që bre, dul njerin tim, bravo bre. Do më thonë qaj e kafe në fjallë që i ke dëgju mas shumë ti. Po më pëlqenë të dyja, të vërtet është, apo vjen me pini kafe, a e qite qaj, a jetu pi qaj, do më thonë po sa. Në kafe, hajde në kafe, ku ke në kafe, do më thonë rrët herë në ditet e shprej kafe. Veç në kafe për rren. Faleminderit shumë që na ke thirr. Ska, jo kalemi mirë. Hajde të përshëndes, faleminderit shumë. Ton kalov shmirë, çao. Një prej fjalëve që mas shumë të kena përmendur në emision gjatë dhjetorit sidomos është Siriusi. Edhe njëna prej tyre që e kena edhe këtu të ekspozuar në tavolinën tonë është edhe Tarani, vera franceze që vjen si vere kuqe e bardhë apo edhe roze. Po përveç Taranit që kena si rekomandim special për juve këtë fundvit, ka edhe mira lloje të tjera të pijeve festive për këtë fundvit që ju presin në Serious Wine. Përveç kësaj me qindra lloje janë në zbritje nga 30 deri në 50%, kështu që ose shkoni në dyqan fizikisht e keni me 3 lokacione në vend ose edhe porosisni online në seriouswine.com, edhe keni me pas gjithçka që ka keni nevojë për këtë fundvit, ndash me familjen, ndash me shoqërinë, çdo që keni zgjedhur me festu, me i pas pijet më të mira në tryezë. Kjo është me rëndësi. Alo. Përshëndetje, kush telefonon? Adi. Si jeni? Mi faleminderit, spore ju rej. Faleminderit. Ndoshta e dyta më mura i parafolsi për para, se unë edhe ndeshta që ato cilë shprehje? Kafe çaj, okej. Hajde na një tjetër masi veç e përmendëm kafen e çajin. Masi na një tjetër, vallai ju kallzu drejt më shumë ti kumni mashtrus, okej. Kjo është një prej fjalëve që keni mas shumë ty.
Në emisione, në debate, në lajme, në statusa, në Rrugës u mashtroj bre, më e ke po rrugës. edhe në përkëng, në për tekste muzikore. Apo dalim, hade po dalim. Adi, faleminderit shumë. Hade qeros në një kafe për shembull 1.93 s'ka kërkon mashtrus. Mashtrus. Edhe për kafe bile. Ej, më shkrujti dikush sot, nuk e dikush më shkrujti dikush pe dëgjuesve, tha kur gjë puna juaj. Veç nuk pe di kush ka, tash e gjej. Adi të përshëndes shumë, se kafe në përmendi, për çato edhe më kujtu. Ciao, Hajde të datë mirat. Tung kalofsh mirë. Kush tha kur gjë puna juaj për një kafe, po nuk pe di kush ke. Nejse. Na shta e zgjen. Kena me të pajqit kafe dikujt na cim. Po na nuk shesim kafe, na veç pina kafe bashkë me juve. Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje. Kush na përshëndet? Ismeti. Ismet nga na telefonon. Nga Milheni për Gjermoni. Si kalon? Mirë, vëlloj, këto pas, -4 gradë, borë, ka ra. Të na ka pas bordje, po nuk është dhe me thonë qash ftaft, edhe të na po shkojnë qash të dikum, po në regull është. Hajde të regona fjallën që ke dëgju mas shpeshti. Në 2025. Mas shumë të që më pengon fjalla ankes. Po ankunjërës. A është fjalla që e ke dëgjua që të pengon, se na po dojna me ditë fjallën që e ke dëgju. Ja, që e kom dëgju. Tema është ashtu edhe për që të jenë populli. Okej, ankes. Faleminderit shumë, po të përshëndesim. Edhe unë juve. Ciao, tu kalofsh mirë. Po, kena pak zakon mua anku ma shumë se që duhet, po s'ka lidhje. Brenda kësaj kutisa ankesave, ka me siguri na i shprehje, na i fjalë që kena një mas shumë të brenda që ty në ankesave. Për që ta ja bona pyetjen, po tha ankes. Vetura Toyota janë veturat e jashtëzakonshme që mundem ja dëgju, domethënë si fjalë Toyota si emër mundem me dëgju edhe për 10 vite të jashtme, për arsye se vetura Toyota i keni në super zbritje tek Autotrade, edhe përveç asaj na i keni me 10 vite garancion. Për juve që po mendoni mu bo me super veturën, shkoni drejt tek Autotrade dhe shihni vetura Toyota me 10 vite garancion. Ja telefonata e radhës. Alo. Përshëndetje. Përshëndetje për ty, me kë po flasim? Me Fatmirën. Fatmire prej nga Pnathir? Nga Prishtina. Nga Prishtina. Cila është shprehja? Faleminderit, edhe na përshëndesim. Ju dëshiroj gjithë mirat për fundvitin, për festa, për gjitha. Gjithashtu. Faleminderit. Fjala, cilën e kam dëgjuar më shpesh edhe që se kam kuptuar çfarë do të thotë, është narracion. Edhe kur se di çka do të thotë, veç e di se fjalë shqipe. Pse nuk e ke kuptua, ku e ke dëgjua? Jo, zakonisht ta politikanët e kanë përdorur më shumë te, por se do që t'ja ta kuptojnë vetë nuk e di, po unë nuk e kuptoj, edhe pse për vëllat gjithë me përdor fjalë jo shqipe, kena fjalë tona të boll. Kena boll shprehje në gjuhën shqipe që kishim shumë me i përdor, po ju vjen ndogët më lehtë me rrëfim i bën kështu, ma. Është narrativ, është kur tregon diçka, ka ndodhur diçka në detaje pak më shumë, pak më gjerësisht kur e sqaron një histori. Që për shembull, un kam punuar në Ministrinë e Arsimit, edhe kurikula u përdorke. Kurikula i bën shqip plan programe. Nuk na don me përdor fjalë shqipe, po na me çdo thonë me çdo fjalë dolin pak më dhe manal. Po të kuptoj shumë mirë. Pas ke humorin e mirë, ti çapo më pëlqejsh. Edhe ju vallai e të mirë bashkëtora. Faleminderit shumë, përshëndes. S'kam çel gjithmonë inkuadru për ndryshe shumë më pëlqeni. Edhe na. Faleminderit. Pa të holluar kështu, atë kishte të total shojnë diçish edhe pak më pëlqen. Po çere, do të më kon një shumë i mirë gjuhës shqipe për me i kuptuar edhe disa terme se edhe fjala plan nuk e di është 100% në gjuhën shqipe dhe fjala program, plan, Nëse program, do të ketë një fjalë të adaptuara. Ata e kanë marrë kujt ka marr, nuk e di. Kuizin, kuzhin. Ipko, përveç domethën super pakove që i keni në minuta SMS-a këto tek pakot mini super me ju që jeni me para pagim, pak më herët e poshtë një super pako për televizion. Për juve që dëni do me thonë me ubo me pakot televizive, me aplikacione, me resivere, me ma shumë se 210 kanale. Nja mundri me këshur të ekipko.com ose me shku njonin prej dyqaneve t'ipko ose dhe me marrë ofertën se keni një super zbritje për fund vetë. Kështu që nëse alo nuk keni dal një ipko, shkoni deri tek njani prej dyqaneve dhe merë një informatat se poshtë dhe me thonë kënë shmimet fantastike. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Kush na përshëndet? Sebi, fjala që ke dëgju mas shpeshti në 2025 është? Katastrofa. Katastrofë. Okej, faleminderit Sebi, po të përshëndesim shumë.
Ju të vërtetëson. Faleminderit. Faleminderit, që shpejt, që shto bravo Sebi, po më pëlqen se edhe kjo ka qenë njëna prej fjalëve që i kena përdor shumë. Hajde tjetra. Alo. Përshëndetje juve. Përshëndetje edhe për ty. Kush na telefonon? Vali pe Austrije. Hajde Val, çushje? A je mirë? Ja, nuk është ai tjetri. Ai s'dia më në të natyr. Po mos çushje. O Val. O ja. Cila është fjala më e shpesht, shprehja që ke dëgjuar më shumë ti gjatë këtij viti? Nuk është politike, po është çfarë drejtim. Zgjedhje Albin Vot. Po diç pa emra, a bën pa emra? Nalu te e para. Zgjedhje. Zgjedhje, po zgjedhje vot. Është ajo që në kuptova pak më herët, zgjedhje domethënë është një prej fjala e vitit 2025 në shtan Kosovë. Se nuk është veç për politikë zgjedhje, më thon. Është proces. Po në zgjedhje në Filon Sanit, nejse. Zgjedhje Pelojna. Po më pëlqen kjo zgjedhje, po. Vetëm zgjedhje në çdo emision, çdo njeri, çdo privat ku ke shku konçkë. Zgjedhje. Po edhe vota që e përmende e dyta që ke. Apo voton kon e votove, ama votën, ja dhe votën. Ja votove votën. Ta vot me votën, kush më merr votën? Hajde Val, përshëndesim. Vota hiqit, cilët rreth hiqit për qëllimet, hiqit për heq. Ton Kalofshmir. Ciao. Noi stasën që dash në fund. Val. Na ka arrit një foto, po na vjen përshëndes edhe ty, faleminderit shumë. Se s'dia kishef me ta thonë emrin ajo, po na tregojnë për daljen e autostradës në Fushë Kosovë që është pjesë e ngarkuar. Autostrada edhe në Veternik është pjesë shumë e ngarkuar me kolon. Përndryshe Fushë Kosova po mbetet me kolon gjatë nga zona industriale deri tek rrethi i Fushë Kosovës, qasja për tek rrethi i Çaglavicës me kolon dhe po shihet shumë e ngarkuar rruga Agim Ramadani në drejtim të udhkryqit Menzës dhe Anasjelltas që ka me kolon gjatë. Pastaj, E kena një super përgjigje se më prej Teutës, po nuk po du me thonë edhe pak. Veç t'i kallzoj që do, tani e ngojna Teutën. Jo, nuk e thom se po pres, nështë e thot dikush këtu live në emision. Kolon e gjatë është edhe qasja për dekrethi prapa stadiumit Fadil Vokri, vazhdon edhe në rrugën UÇK, rruga Lona Radinaj në të dy krahët me kolon, deri te rruga UÇK dhe Anasjelltas deri tek rruga Tirana. Kështu është gjendja e komunikacionit në kryeqytet dhe përreth. Për juve që jeni në vetura, mos harroni me na dërgu foto, me na tregun ku janë ato pjesë më të ngarkuara dhe çështu do na dërgoni ai foto, na herë na çoni edhe na përshëndetje se po na harroni. A din kanë herë veç tak po na i dërgoni fotot e foto. Fola më te Utës. Edhe fola atje. Të shohim apo përgjigje se mos përgjigjesh më mirë. Jo. Të shohim kush po e tha. Nëse jo, përndryshe pjesën e dytë i lexojnë akrit mesazhet që na i shkruani. Alo. Po të pret ul. Alo, përshëndetje. Hajde, përshëndetje, gjyshjaje. Cila është fjala që e keni mas shumë ti këtë vit? Përshëndetje. A bëm mirësi dhe juve këtu në këtë rastisht këtë. Pse jona si na jashtë toksor? E kena boll një jashtë toksor këtë që na thirr. Po tashun e kam fjala që kam një tër vitin në 2025 është zgjedhjes asi. Po? Ja. I hupi. Rreqa të dyta se mirë ke. Ja. Ha? Jo, po. O gjyshe, mos na një televizor, na le televizorin si tu lidh. Jo, po. Çmime përgjithësi. Bravo, çmimet. Edhe një e për arsimin. Kolon. Se tha kërkosh dhe i qitash, kret ankesa ma e modhe këtu në kryeqytet është kolona. Është kolona, është kryefjala e kryeqytetit. Çmimet edhe kolona. Gjyshe që dorën për përgjigjet e 2025-s. Hajde të përshëndes. Tung, Kalofshmir. Faleminderit. Aten prej fillimit, dikon ka fillimi, thësha ka telefonata e dytë e tretë, ka me qenë kolon. Kolona, do të thonë se nuk mujta me mri. Parën kështu në mendje. Unë kolonën e kom pas. E kolonën që nuk e pas na pas në listë. Se nuk mujta me mri se kolon, po nis na pak më herët se kolon. Nuk dia më me ardhë se më zën kolona. Isha ardhë, po mos po adin. U vënova se shumë kolon. Kolona ka qenë. Ajo që adin nuk pat kolon, erdha me një herë, më thonë është shumë e rrallë. Po të morës kish pas kolon, heq adin, më thonë si tulen. Alo, përshëndetje. Kolona. O, përshëndetje. Hajde a bedim fjallën që ke dëgju mbas shpeshtin vitin 2025. Cila është ajo? Mas pari du mu ju përshëndet në urue vitin e ri, gëzem edhe shëndet të gjithat mire. Ka ko se jena tonën e të martën këtu më uru, tani këna mjë të rrigu diska jo më tjetër. Muna me morë lidhje.
Fjalën më të shpeshtë e kam dëgjuar kolona. Edhe ti me kolonën je. Okej, ne fjalë tjetra ka që e ke dëgjuar shpesh? Mas kolonës? Jo, mas kolonës, jo edhe atë farë s'pon kujtohet. Ju përshëndes shumë. Kolon, o kry, hajde, që tjetra. Faleminderit. Alo, përshëndetje. Përshëndetje Osman, edhe për ty, qysh je? Vjen mirë. Cila është fjala që e keni mas shumë ti në 2025-ën? Nëse ka thirë sërbë më shterë nesër. Qysh edhe një herë? Roberti e përdorë. Nëse ka thirë sërbë më shterë nesër. Aha, okej. A e përdorë që shprejhe shumë, a? Edhe jo, po qashtu. Jo, na jo. Që t'jallë se pas na përdorë kur në emision. Për dëgjus e ke fjallën i drejto dëgjusve me qëto a qysh të s'po kuptaj? Po. Aha, okej, jo, të na nuk ekziston kjo shprejhe. S'ka qenë kur. Faleminderit Osman, përshëndesim. Gjithat mirat, respektat edhe për Robin. Osman së thujnë ana kur ato. Hish kur. Thirë kur dush. Po, thirë kur dush. Nuk kena limite as regullat të tilla. Kena regullat të tjera për ndryshme. Ka regullat? Që te Robi lejon, te na nuk lejon. Po, hish, na e bojna zero. Super Bokun, kush dën do më thonë me u knaqin këtë fund vit, me shiu një birë të mrekullueshme të Portugalis, edhe është bira numër 1 në Portugali dhe njëna prej më të mirave në Evropë. Kështu që e keni edhe në Kosovë, edhe mundeni me festu me Super Bok. Alo, mirë Roma. Mirë Roma, kush na thot? Negji pej Prishtinë. Hajde Negji, trego ma fjalën më të shpesh që e keni, do më thonë, cila është fjala që e keni më shumë ti 2025-ën? Fjala me shpesh në 2025-ën, fjala alo. Alo, bravo Nes, faleminderit shumë, përshëndesim. Edhe një tjetër, emën maj i shumë të që u përmen, ku e ke qitë, ku e ke nije Albini. Hajde, faleminderit shumë, pa emna, unë kisha ditë me thonë emri maj shpesh që e keni, po me pas thonë që do me thonë e desha që kene me napshil me politikë. Edhe vish për qatë punë nuk e kena bo, po e kena bo për fjallën, po dojna me ndëgju fjallën. Na kurseni se mas nesër kini me dalë mi kry këto varpunë. Dhe mundët më gëzuna, dikush që kamrin Albin, dikush mundët më idhnu. Me politikë, dhe më thonë, më sna përcjellë, bile që edhe javën tjetër, tani kina mju kalzu, javën tjetër një informat me rëndësi. Edhe që kjo që ka unë jem të përjetu që një 2 ditë për shambull është... Se përmeni kërkush? Hajde ta shohim. Alo? Kush se përmeni oj Fion? Fiona me Paloma në emision. Alo? Përshëndetje. A i një lot? Jo, faleminderit, kush më na pyet? Put jena. Kush më na pyet? Dëgjuset. Hajde prej ku më na thirr dëgjuset, koncentrau se s'di ai tu fola çka i tu bo. Nga? Primramorit. Cila është fjala që keni më shumë ti në 2025-ën? Po i type fjala që kemi më shumë të 2025-ën pas. Cila është? Mashtrus. Mashtrus, bravo. Mashtrus, okej, faleminderit. 2 vota për Mashtrus. Për ndryshe, më ka arritë dhe një foto prej konjuhut të konju po thot në Lipjan, edhe qenë ka me kolon, edhe po thot fjallin që këm dëgju mas shumë të se këta së moj pa e thonë. Është Glam Radio, bravo të lumt, faleminderit shumë. Faleminderit e vlerësojmë. Moj pa e thonë qëto. Jo, sa ma puna qëto. Dashke mesazh në dashke, po më pëlqen kjo shumë, do më thonë kjo fjalla. Që tjetra, alo? Okej, tjetra, alo? Alo, përshëndetje. O, si më përshëndetje të lumë, Dora. Hajde si e gani? Shumë bukur, qa pas ki bo studion, krejt Washington e pas ki rregullu. Jo, më kur gjosë është Washingtoni nga studios tonë. Tregona cila është fjalla ma e dëgjuar e vitit 2025. Për ju dyve në studio, kolon dhe Albimal, vazhdimisht e përdorni, këto keni bo sinkron. Po, dhe pite e kështu në përgjithësi? Në përgjithësi, debat, plus debat, na kanë lodhë kryt me në televizorin që toj kom 1 milion herë si vjetë. Okej, faleminderit shumë që na ke telefonu. E kam thonë Hidayetja, jo ti çka menove, atë kështu, po çatu dikon. Po më pëlqen shumë Hidajet edhe kjo fjalë se u përdor shumë. Edhe po shpresojmë që dikush me na thirr, edhe pse ka tentuar me na thirr s'di so herë, po s'ka mujtë me marr lidhjen. Edhe me na thon, po presim se thonë. Kemi telefonatën. Alo. Tani shkojnë në Albi Mall, i kallzojnë Aganis. Alo, mirëmbrëma. Mirëmbrëma edhe për ty, kush telefonon? Bayraktari. Edhe një herë? Bayraktari. Sheremet, apo? Po. Prej nga për na thirr? Nga Klina. Tregom Sheremet, cila është fjala që ti e ke dëgjuar më shumë këtë vit?
Diaspora. Okej. Faleminderit. Diaspora. Bravo. Faleminderit shumë. A pishet që ka shumë fjalë që kena dëgju si vjetë edhe që kur na i përmenim po na kujtohet që po i kena dëgju. Alo, mirëmbrëma. Hajde mirëmbrëma, shumë shpesh. Mirëmbrëma shinë, jeni mirë, bashkimin nga Gjakova. Hajde bashkim fjalën që ke dëgju më shpesh në 2025. Fjalën që kum dëgju më shumë ti mos shope. Që. Ha, okej, faleminderit shumë, po të përshëndesim. Mos ma lidh në hiç me kësisane, se unë dhe Fiona ja vlidhim tash një dhe në Albi Mall. Po nuk kanë faj, se çast shumë i kanë nik këto sloganet e Nëse, hajde po shkojnë deri në Albi se ka zbritje plot, kthehemi tani. Me na kursyve Fiona, na kursy. Englab Radio dhe në KTV dhe njerë po rikthehemi ju tregu se Petrol Company po ju pret me çmimet më të mira derivatet dhe më të mira që bëni më shumë kilometra. Në njëjtën kohë ju mundni me shku tek Petrol Company kur të mbushni makinën me kërkuar dhe kuponin për me u bë pjesë lojës shpërblyese, sepse secila rimbushje shpenzim vlerë më shumë se 10 euro në derivate e merrni një kupon, 22 kupona, 33 kupona, edhe kështu bëni pjesë lojës shpërblyese tek Petrol Company. Komunikacioni para se me marr telefonatat, ju tregojmë për rrugët më të ngarkuara për momentin. Janë pjesa nga fshati Vragoli deri në Bresje, dalja e autostradës në Fushë Kosovë, dalja e autostradës në Vetërnik, kolon shumë e gjatë. Hyrja në Fushë Kosovë po shihet me kolon nga zona industriale deri tek rrethi, pjesa poshtë Vetërniku deri tek rrethi i ambasadës amerikane. Pastaj rruga Tirana është e ngarkuar në drejtim për tek rrethi dhe ana sjelltas nga bulevardi Bill Clinton e deri tek rruga deri tek qasja e rrethit Duplex, shumë e ngarkuar që nga rruga Tirana. Me kolon gjatë e keni edhe rrugën Agim Ramadani, rrugën Luana Radina, pra 3 rrugë kryesore në kryeqytet janë me kolon shumë gjatë. Kështu është gjendja e komunikacionit në kryeqytet, edhe po shpresojmë që po nuk po boni nervoz, ka dal. Jem festat e fundvitit, e ka të mirën edhe komunikacioni. Merreni shtruar pak. Po shani zonin pak më shumë radios, kënaqeni. Çe telefonata, alo? Arsim. Alo. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Kush na përshëndet? Seferi. Sefer, si kalon? Po, unë e shta me folë, si theja frem, tani unë e lash. Jo, Arsim, tash frem, po s'ka lidhje. Hajde tregona, t'lutëm cila është fjala që ke dëgju mas shpeshti në vitin 2025. Ti? Une. Ti? Po, aje për kafe, aje për çaj. Dhe ti aje për kafe, aje për çaj. Do më thonë është fjala që ke dëgju mas shumë ti. Po. Okej, faleminderit Sefer që na ke telefonu. Do nuk e përshëndes. Ju përshëndes. Ciao, kalofsh mirë. Alo. Na paska pritoj. Deri sa të vjen telefonata, po du më ju tregu shpejt për këto netët festive që kanë mbet tash si pjesë të programit në Swiss Diamonds, 24-25 shkun. Kështu që me 30 dhjetor kena me pas një mbrëmje spektakolare me Albana dhe Albina Kelmendin. Me 30 dhjetor është mbrëmja gala, pra nata e vitit ri, nata ndrimit të motmoteve. Mund të telefononi në 038 400 040 me kështu nëse ka ndonjë vend për me bërë rezervim. Edhe me 1 janar është prap një natë gala në Swiss Diamond ku ka me përformu Irma Libohova. Telefononi në Swiss, merrni informacione nëse ka ende vende të lira për me festu në një super vend në qendër qytetit edhe me super muzik. Alo. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, Dajush. Hej, që kjeru si jam. Po shkriva, që shje daj? Po rranë doj se së shkri që sytë më qeshin. Dajush, të regom cila është fjalla. A di që qeshin sytë kësojna, doj. Hajde, javën e kalume. Javën e kalume, jonë këtë javë, në fakt, pas kanë qeshë sytë. Doj. Fjalla, ma shumë që kom dëgjue është përshëndetje. Okej, fjalla përshëndetje. A i ki fjallin për qëtu në emision, a kështu? Jo. Në përgjithsi, okej. Në përgjithsi. Okej, faleminderit. Edhe Lipi po të përqaf shumë, edhe na të dojmë. Foli more najsa. Jo mos po foli qa me foli, me dojen foli unë tani, me dojen tem foli kur du. Haj doj, tung. Ju e dini. Po foli masani. Me ka ndoja e mirë shkon dhejtë e Rubini, për dhe një jëndo aksesor shumë mirë aty, për nipa dhe mbesa. E keni në qendër Prishtinës në Albi Mall, në Feriza, për juve që do një me bosë su, për dhurata. Ngushto doja për nipin kur reshmo. Alo. Kush na ka telefonu? Valmir për Mitrovic. Valmir, cila është fjala që ke dëgju mas shpesht në vitin 2025? Kam dëgju një fjallën zgjedhje mas shumë të 2025. Fjallën zgjedhje. Okej, Valmir, faleminderit që na ke thirr.
Natën e mirë. Fala Mitrovicës, tung, ç'a tjetra? Faleminderit. Alo. Kush na përshëndet? Hajde Fatmir, se po, hapet më punor. O Fatmir, cila është fjala që keni më shumë ti këtë vit? Okej, ti po më vret. Pse më thon në rregull, po më thon okej. Do të thonë fjala e nin shumë shpesh fjalën okej, e ke dëgjuar shumë, po të pengon. Po më pengon se nuk unë gjuhë shqipe. Nuk është shqipe. Nuk jam të në fjallë. Okej, së shumë kesh po të dëgjojnë. Fatmira, je okej, se s'po njesh mirë. Unë po hadisha me juve se me katë voli dëgjona fort mirë. Nuk e di, për i me po ka probleme. Dhe më thonë, ka disa muj që kur përna telefonon, po dëgjohet dopt. Faleminderit shumë që na ke thirrë. Gjithat mirat. Përshëndes, gjithat mirat, faleminderit. Nuk e di, po besoj që është te na po problemi se tjerë po njën mirë. Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje. E një si e? Mirë, jo. Fjala që e ke dëgju mas shpeshti në vitin 2025 është? E kom dëgju fjallën jam ljohës, po më i ma. Edhe kom dëgju, edhe kom dëgju fjallën as po vin, as po shkuj. As po vina, as po shkuj. Okej, interesant. Edhe kem ka pengu shumë. Okej, faleminderit që na ke thirrë, po të përshëndesim. Gjithë mira. Ciao, kalofsh mirë që tjetra. Alo. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, me gëmë flasim. Arben në 49. Hajde Arben, tregom ti cilën fjalë keni më shumë ti në 2025. Po më shumë të tonë parovi që juve që të Elisa kote si sa spritja, aksia në ujë smive që zbritjet, a? Zbritja, bravo. Bravo, bre. Si çmimet i përmendëm, që janë domethënë duke u ngritur, po zbritjet si përmendi kërkush. Hajde, përshëndetje. Zbritje simbolike. Faleminderit, përshëndes shumë. Alo, tjetra, përshëndetje. Alo, përshëndetje, Arsen. Fjallën që ke dëgju mas shpeshti vitin 2025, cila është Gim? Mas shumë të fjallës që kom dëgju vitin 2025, qështje a e mirë, a e një rahat, që përbani, mas shumë të që fjallës. Qështje a e mirë, okej, faleminderit a Gim. Jo përshëndes atë të dyve. Ciao, faleminderit a Gim. Apo veni apo vim. A qështje a e mirë? Alo, po tash edhe mas liberalizimit, të kon kjo, apo veni apo vim. Alo. Alo, kush telefonon? Apo vim, se më orë. Qenani i Prishtinë. Qështje, Qenana e mirë? Mirë, jo e mirë. Cila është fjalla që ke dëgju më shumë ti këtë vit? Albini. Qenan s'na baskeni prej fillimi se thamë disa herë pa emrat, lutem. Mos na përmend personazhe politike hiç. Fjallë, jo emër. Faleminderit. Tung, vish ndani çtu emri dhe fjala. Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje. Që merr edhe shto, se s'njeh. Përshëndetje. Mirë. Kush më na thirr? Jem prej Gjilanit, Liki, a jemi dikon aty në vetur? Po në vetur t'ju ngu juve. Hajde mirë, me kënje, përshëndete shumë prej neve. Shumë faleminderit që me shokin dhe mas mirin botë. Hajde tregom cila është fjala që keni mas shumë ti këtë vit. Fjala më e mirë edhe më e dëgjume këtë vit është fjala kolon. Kolona, e pse më e mirë, me sa dashni po i fol kolona. Po norët njeri po prin kolon, po be kafe, cigare. Apo shon. Bravo, bre. Bravo Liki, të përshëndes shumë. Faleminderit, ju përshëndes më shumë. Me mujt me shumë una i qysh. Po qashtu bre se kur pe boj po kolon, po ja shaj njeri dikon që se ka po motin kolon. Nuk i dihet dikush edhe mund me gjithë fatin e jetës kolon aty. Po, tak, po, tak, del, hajtë se po ta fali, jo, hajtë që pe pim një kafe, jo, për mjeshtër, tani kur të shrojnë vetën, du më thonë, Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje, dhe për ty, kush na telefonon? Kimetja nga Austria. Hajde, Kimet, tregona cila është fjala ma e dëgjuara nga te për vitin 2025. Fjolla më e dëgjuar që kum dëgju shpesh çka tre. Çka ka tre? Bravo Kimet se përmeni kërkush. A bën edhe një fjalë tjetër? Po, hajde, fatirave tjera din kështu. Hajde. So e ke ble cilin men. Okej, unë kum dëgju një tjetër ta kisha gjetë më lirë. Tun kalofsh mirë ditën e mirë. Tjetër çka patëm një foto e poshtë në komunikacion po vin telefonata. Çat shumë kena fol, çat shumë kena marr telefonata sot. Po dua loma shumë. U i rrugove definitivisht. Alo. Okej, qenë ka dalë autostradës për me shku në Vetërnik e keni me kolon shumë gjatë. Si që dhe pritej, po. E ka shkru që është kolona, ku kam bashku, do më thonë kolona kështu prej shumë kolona gjatë. Alo. Përshëndetje.
Kush telefonon? Rezvishi. Edhe cila është fjala që keni më shumë ti këtë vit? Jar. Okay. Hajde shkojna me tjetrën. Alo, përshëndetje. Atëherë më fal që thash okay, po ç'a më thon? Po, ç'a më thon? Alo. Në rregull. Alo. Edhe mos kesh ti mërgjem tjera herë. Kishe manuali vandohet. Jo më çfarë nol me ty. Çe merr fionin edhe çdo. Përshëndetje. Përshëndetje. Kush telefonon? Në qa ushi mërgimi? Cili dush. Cili dush. Cila është shprehja që keni më shumë ti për vitin 2025 qa është? Më shumë telekom e egzistu, alo ajo. Cila? Alo në telefon, alo. Si do mos unë me cimin. Me ashtë i lapsin gjatë emisioni sa ere përdorim këtë fjallë. Okej, faleminderit, po ti personalisht a keni naj fjallë përveç jashtë emisionit tonë. Vado, a i kom një, pas për du mi për mërhiq. As për dënë, okej. S'po du. Jenë kësi që s'kena qef na me diskutu. Faleminderit shumë. Një përshëndes. Ajde të përshëndes shumë, faleminderit. Tung. 0499788 edhe për juve që jeni në përvetura në këto momente, ka qasja për të krethi Shaklavicës kolon gjatë, ka qasja poshtë Veternikut kolon gjatë deri te krethi ambasadës, hyrja në Prishtinë me kolon deri tek salla 1 Tetori dhe ana sjelltas deri te bulevardi Bill Clinton, rruga Tirana nga bulevardi Bill Clinton me kolon deri tek krethi prapa stadiumit dhe rruga Zagrebi me kolon deri tek shkolla fillore model. Këtu janë informatat. Alo, përshëndetje, telefonata e radhës. Alo, përshëndetje. Përshëndetje të nderuar, Hystri Shurliqi për Gjermanisë. Si je hys? Mirë, ju ajni mirë. Mirë, faleminderit. Fjala më e dëgjuar nga ti në vitin 2025 është Fjala më e dëgjuar që është mas mbrëmje se për këtë vitit pa kaq aksident. Okej, po ka qenë për gjatë të vitin. Po, e vërtet është. Faleminderit shumë për të përshëndesim. Edhe ju përshëndes juve shumë. Tong. Joz, përshëndesim edhe ty, ko ka rregullu Joza ashtasht, edhe me Superbock, ma ka dërguar domethënë foton është me Superbock. Okej. Apo të pëlqen, ana besove. Po, Joza mo ti e ka nikit farën fjale. Përshëndetje. Kush na telefonon? Ne shikuse nga Prishtina. Hajde shikuse, tregom cila është fjala e vitit për ty. Po, fjala me që kam përmen këtë kohë, e këtë vit është besë zgjidhje, vota, zgjidhje. Okej, përveç kësaj, a shikuse, a dëgjusja këtu për Arbëris. Po, ku i shikja? Po s'është e përmend që ato? Po dhe, ku i shike? Koncentrohu se një fjallë tjetër e ke përmend. Reduktimet ujin, ku po malan? Uje është mirë, reduktime o mirë, këtë së një përmeni mo, se jena të kënosh në njëherë për e njëherë. Po që të mujnë e fundit, e 11 mujnë tjerë? Po mujnë e fundit, që unë nuk kum thonë një sen që sot, po një sen që jam e pak të gjalla. Okej, faleminderit. Inshallah nuk e nin vitin tjetër. As nuk e sheh. Edhe për Kojshikën, edhe për këta në Arbëris që kanë qenë, domethënë ka qenë ujë, reduktimet e ujit, po nejse ndoshta kjo po thotë për muajin e fundit. Alo, përshëndetje telefonata, na po thonë për vitin. Nga janari në dhjetor. Cila është fjala nga janari në dhjetor për ty? Që e ke përdorur më shumë ti. Hajde telefonata. Hajde përshëndetje. Hajde nas, cila është fjala më e dëgjuara e vitit 2025 prej teje? Fjala ma ndëgjume edhe ma banale e kom dëgjue shihemi mbas 48 orëve. Mbas 48 orëve? Po. Qëta është kjo fjala që ke dëgju mas shpeshte ja? Po edhe ma banale. Okej. A përdo mi e tregu kër? Jo, s'ka nevoj, hiç mës nga trego. Hiç mës nga trego, s'po më interesën. Jo, janë kuvende kom dëgju. Po te po, më hiç se pediu nëse u konë, më thonë, ato që atëre kur u votaj, kjo më ne ke më votuar. Ma banalitet, ma konë bon shumë, që kjo në dëgju e tonë vitin. Okej, na. Ku kime që ma banalitet? Okej, na. Stormena em na kur gjosh. Jo, në regull jena, shumë në regull jena. Kuvendi, qaq. Në regull jena, kuvendi, po. Pelojna kuvende, se qashtu ka qenë, masa se, dhe po, që unë e Fiona që si për cilëm, apëshas menja s'na shkoj, u dash me na regue ku e qyshet, ka cila der hijet e me ku dilet e. Hajde të marrim nashta edhe një telefonata dy, se s'dja kjenë. Që Fion? Nëse në shtu të shpejta, nashta i marim dy. Alo? Përshëndetje, kush telefonon? Në dëgjusen nga Prizreni. Hajde dëgjusen nga Prizreni. Cila është fjala që ke dëgjuar më shumë ti këtë vit?
Ka u respekti, ka u dashnia. Okej. Një fshat mira. Bravo, faleminderit shumë. Faleminderit, bile edhe këtu në emision. Çfarë shumë mekanikës shprehje. S'ka më respekt, s'ka më dashni. Alo tjetra, përshëndetje. Ashtu da? Alo. Kush na telefonon? Përshëndetje. Faria nga Zvilani. Hajde Faria, cila është fjala që ke dëgjuar më së shpeshti vitin 2025? Janë 2025 më thanë krejt, po kallëzoj për çto javë të fundit. Janë apo dojna për krejt vitin? Gripi dhe rryma. Gripi, rryma na myti. Gripin, se ka përmen, dikush e ka shkru, po me përmen se ka përmen. Faleminderit shumë që na ke telefonu. A e Fiona so më ke u koll ka ne po bre gripi. Me fatuleta, me palloma gjithë emisionin. Vitin prej verës çka u bosu ja kur Halo, pa u dimri, pak pranver, pak ver pshtum direkt në grip apet. Faleminderit shumë për minutat mrekullueshme që na keni dhuruar me telefonata, mesazhet që keni shkruar, kemi lexuar pas orës 17 Glam Radio, glamradio.fm për juve që doni na dëgjoj jashtë Kosovës ose shkarkojeni aplikacionin. Deri tonën mos harroni me bo ata që doni me bo gjithmonë me ep shumë dashni. Paqit, plot shëndet. Faleminderit edhe për Jeta Baholli Hair and Makeup, hyni në rrjetet sociale për me i pas super ofertat për këtë fundvit, edhe 6-7 sa përmeni kërkosh halo. Na është pjesën e dytë shohim prej mesazheve që ka shkruar dikush. Vazhdoni që ndroni me ne, jena bashkë edhe për një orë me Glam Radio. Deri të hënën, shumë përqafime.